Vendgrumbullimi i mbetjeve në fshatin Daullas të Bashkisë Fier është përfshirë nga flakët këtë të mërkur. Forcat zjarr fikse mbërritën në marrjen e njoftimit, ndërsa një re e zezë tymi mbuloi zonën për shkak të djegjes së mbetjeve aty. Ministria e Mbrojtjes bëri të ditur se në 24 orë u identifikuan 14 vatra zjarri, të cilat u vunë në kontroll. Në operacionet për shuarjen e zjarreve u angazhuan 118 forca operacionale, 22 automjete zjarr fikse dhe mjete të tjera transporti dhe gërmuese. Arta e flakëve përfshin thuajse të gjithë vendin. Zjarri i rënë në një sipërfaqe Melis, Shkurre dhe Ullinj, në fshatin Llaman, njësia administrative Himar, Bashkia Himar, u arrit të shuhet. Qarku Lezhë, pas një pune të palodhur të forcave, u shua edhe vatra e zjarrit e rënë në datë 23/6/2025 në fshatin Ndërfan, njësia administrative Rëshen, Bashkia Mirdit, me një sipërfaqe me pyll Lisi dhe Shkurre. Zona përmbahet në monitorim. Qarku Kukës, edhe vatra e zjarrit në vend grumbullimin e mbetjeve urbane në fshatin Mamës, njësia administrative Kolsh, Bashkia Kukës, u shua plotësisht pas përpjekjeve të forcave, por zona përmbahet në monitorim. Në qarkun Elbasan janë shuar vatrat në fshatin Shion, njësia administrative Bradashesht, Bashkia Elbasan, në një sipërfaqe me Shkurre dhe Ferra. Vatra në një sipërfaqe me Shkurre dhe Barishte në vendin e quajtur Mali i Dukës, njësia administrative Rajc, Bashkia Prenjas. Në qarkun Tiranë, një vatër zjarri e rënë dje në një sipërfaqe me Shkurre dhe Barishte, rreth orës 16:50 në fshatin Vishnjë, njësia administrative Vaqar. Për shkak edhe të temperaturave të larta, emergjencat civile shtojnë se rreziku për të rënë zjarr është i lartë, ndaj dhe kërkohet më shumë kujdes.